Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një bashkëbisedim me qytetarët, ku komentoi situatën politike në vend, protestat e opozitës dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, Berisha deklaroi se Shqipëria ndodhet në një situatë rënd sigurie, duke akuzuar qeverinë për korrupsion dhe lidhje me krimin. Ku specialistë të shqyrë fakturën me shifra dhe faktet pa kundërshtueshme, pa sigurinë e plotë që mbjell narkoshteti për jetën. Në bashkëbisedim qytetar ngriti shqetësimi se protestat e opozitës nuk po japin rezultat konkret. Berisha u përgjigj duke deklaruar se kryengritja paqësore kërkon kohë dhe sakrifica. A nuk është opozita një mision për të përballë dhëm për dhëm? A nuk paten 8 kryengritjet tona paqësore jehonën më të madhe planetare? Ndaj dhe unë mendoj se duhet të shohim në këtë kahje nuk arritëm qëllimin. E kam theksoj, protesta kryengritja paqësore nuk është e menjëhershme efektin. Por kemi arritur shumë, ti është i sigurti. Kemi mbrojtur nderin dhe dignitetin e shoqërisë shqiptare para mbar botës që nuk pajtohet me vjedhjet nga qeveritarë. Berisha komentoi dhe votën e Partisë Demokratike për rezolutën mbi integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe theksoi se opozita nuk mund të votojë kundër aspiratës europiane të shqiptarëve. Sipas tij, integrimi i vendit po ecën për arsye gjeopolitike dhe shtoi se Shqipëria nuk përmbush aktualisht standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Por përveç faktorit gjeopolitik, Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter. Në qoftë se lexon i dashur mik rezoluta dhe unë njerëzisht ju kërkoj ta lexoni, nga rreshti i parë tek rreshti i fundit nuk gjeni absolutisht asnjë vlerësim për punën e parlamentit apo të qeverisë.